Policia Ranore e Ferizajt në bashkëpunim me komunën e Ferizajt dhe në përkraje të 2 OJQ-ve të Ferizajt po organizon mini maratonën tashmë tradicionale vrapoj me policinë tonë. Kjo mini maraton ka për qëllimin veç human, sportiv dhe rekreativ. Mjetet e grumbulluara nga kjo mini maraton do të shpërndohen disa familjeve në nevojë që përzgjidhen nga qendra për punë sociale. Është një shteg vrapimi që përshkon afërsisht 5 km prej këtu ku jemi palestra e sporteve Bill Clinton dhe deri te rreth rrotullimi që të dërgon në parkun e Lejris dhe Ana Sjelltas. Jam Imer Kurteshi, prej Ferizajt. Jam garusi Ferizaj Runners qytetit tonë. Marr pjesë në për gara, domethënë si në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni, domethënë marrëm pjesë. Për herë pare kam domethënë çmimin mbi moshën 40 vjeçare që e kam marrë sot. Tjera herë më shumë kam vrapus veç si vrapusin. Jam Abdullah Gjolli, jam nga Ferizaj, jam që 10 vjetë këtu në Ferizaj, po jam e kënaqur shumë. Dhe jam kam bërë në gora sot. Jam gjithmonë kam dëshirë me morë pjesë në çdo garë, se ja dalim edhe na. Sfidat janë ndryshme, po na ja dalim që jemi aftë kufizume, me pengesa në zhvillim. Edhe pse jam pa dur, po I bëj krejt me kom. Kam hinë në argumente, kam hinë librin e Genisit shtashti, edhe jam shumë e lumtur edhe shumë. Do t'ja japëm një mesazh persona me pengesa në zhvillim që vetëm të vazhdojnë, se edhe na kena të drejtë, edhe na kena gjithçka të ecëm përpara. Vazhdojnë, se edhe na kena të drejtë, edhe na kena gjithçka të ecëm përpara.